Ashtu si ti jep drejtim mendimeve, ashtu dhe do ndihesh. Ashtu si ndihesh, do e kesh jetën. Por fuqin e plot e ke në dorë. Në këtë moment, aty ku je, mund të fillosh nga dalë. Gjithë shka që të ka sjell jeta deri tash, ta shikosh pak më ndryshe. Ta shosh si një shkallë, si një mësim, si një rritje për ty. Ne kemi mundësi ta përdorim mendjen në favorin ton. Mendja i merr të gjithë urdhrat si ne ja japim. Andaj në këtë moment, kudo që je, mund të më dëgjosh me sy hapur, me sy mbyll, duke ecur, duke kryer obligimet tua. Vetëm po e rikujtojmë që në jetë na prezentohen shumë versione. Shumë shpesh që jeta është vështirë dhe që kemi ardhur vetëm të vuajmë. Por realiteti do duhet të ishte e kundërta. Kjo jetë është një mrekulli. Kjo jetë të jep shumë mundësi. Kjo jetë të hap shumë dyer, të mbush me pasion, të mbush me dashuri për të. Kur ti fillon ta shohësh të tillë, dhe ke mundësi tani ti japësh drejtim emocioneve të tua, sepse gjithçka lidhet me emocionet tua. Nga mënyra se si ti ndihesh, do marrësh vendime. Dhe vendimet që i merr çdo ditë bëhen realiteti yt. Bëhen jeta jote. Brenda teje është një krim perfekt që të mban gjallë në jetë. Por brenda teje ka dhe frika, ka dyshime, ka ulje dhe ngritje, dhe gjithçka është në rregull, asgjë nuk është gabim. Ato janë aty si shenja që të tregojnë si të vazhdosh tutje. Kur ndjen ulje emocionale, qëndro me atë ulje emocionale për pak minuta. Ndjej që po e mbështjell me dashurinë dhe praninë tënde. Ndjeje që po e shikon atë emocion dhe po e mbështjell me ngrohtësi. Ndjej që po i thua që je aty dhe nuk do largohesh. Dhe kështu nga dalë, ajo pjesë e jotja do filloj të zbutet dhe energjia transformohet në vullnet e pasion për jetë. Fjalët që ja përsërit vetes, ato krijojnë jetën tënde. Andaj, përsërit ko pas kohe.
çfarë dëshiron nga jeta, jo çfarë nuk dëshiron. Sepse natyra do të sjellë gjithçka që ti vibron, gjithçka që ti nxjerr nga mendja, nga ndjesitë tua. Andaj, ndjeje në trup tani. Unë jam gati të jetoj në shëndet të plot. E lejoj trupin tim të jetoj në shëndet të plot. Është drejta ime që nga lindja ta shijoj shëndetin e plot. Unë e dua trupin tim, e të shmoj kujdesem për të, dhe jam falenderues që më mban çdo ditë. Unë e dua çdo gjë që është e imja. E dua fytyrën, i dua duart, këmbët, çdo pjesë të trupit tim. Çdo pjesë e trupit tim funksionon në harmoni. Unë e dua jetën time. Unë e di, jam unik në këtë jetë. E di që ka ëndra që më fërkasin vetëm mua. E di që ato po me presin të realizoj. Dhe nga ky moment jam gati të realizoj. Do nisë nga dal me hapat e mi, pa krahasim, pa pritshmëri. Do ecë para, rrugë të reja po hapen për mua, dhe pavarësisht vështirësive që janë pjesë e rrugëtimit, unë do vazhdoj. Unë zgjedh të mendoj mendimet e mira. Unë zgjedh të ushqej trurin tim me fjalë të dashurisë, me mirëkuptim për veten dhe për botën jashtë meje. Edhe kur ndodh diçka jashtë meje që nuk është në harmoni me mua, unë e liroj, e marrë mësimin dhe ecë para. I jap vëmendje vetëm aq sa duhet dhe e vazhdoj rrugtimin, sepse e di që kjo jetë ka pa fund të më jap, dhe gjithçka që ndodh për rreth janë vetëm të stime dhe varet nga unë. Atë ndalem për gjatë, apo të vazhdoj tutje dhe të marrë dhe mësime dhe të marrë eksperienca që më ndihmojnë të rritem. Unë i pranoj njerëzit ashtu si janë.
I lë të lirë në zgjedhjet e tyre dhe vazhdoj rrugtimin tim. Unë fal, jo për të tjerët, po për mua. Vendos kufi aty ku duhet, por e kuptoj që çdo njeri po mundohet ta gjej rrugën e vet. Andaj fal dhe vazhdoj tutje. E ndjej trupin tim, e ndjej mendjen time, e ndjej zemrën time. Në këtë moment është në dorën time si dua të jetoj, si dua të duket jeta ime. Si dua të zgjohem çdo ditë. Çfarë dua nga jeta? Lëshoj në këtë moment çdo gjë nga e kaluara. Lëshoj çdo dhimbje, çdo përjetim. Do kthehem te ato momente vetëm kur më duhet të rikujtoj mësimin. Sepse asgjë nuk ndodhi kundër teje. Gjithçka ndodhi për ty. Gjithçka ndodhi për rritjen tënde. Dhe sa më shpejt e kupton këtë, do lirohesh nga litarët e së kaluarës. Ndjej që po I liron tani. Ndjej që more mësimet. Kush do ishe ti? Kush do ishe ti pa atë të kaluar? Andaj, ndjeje që ishte një dhuratë për ty. Por nëse është shumë ngarkesë për ty tani, ndjej që more mençuri nga ajo dhe liroje letë. Ecë para. Kjo jetë ka pa fund për ty. Zgjedh tani. Zgjedh shëndet, zgjedh disponim, zgjedh dashuri, zgjedh paqe e harmoni. Mbaje mend, kur ti dëshiron diçka, kur ti dëshiron diçka ndryshe, ndjeje me zemër atë që e do. Dhe beso fuqishëm që ajo do të vijë tek ti, nga rrugët e njohura dhe të panjohura. Andaj nga ky moment, mbaje në kokën tënde gjithçka që ti kërkon do të vijë tek ti. Vetëm mbaje me besim të plot dhe rikujtoja vetes çfarë do, jo çfarë nuk do. Sepse dhe ajo do të vijë tek ti pastaj. Je një mrekulli nga vetë krijuesi yt. Zgjedh si dëshiron të jetosh. Tani.